Si mund t'i bëjmë debatet në ekip të zjarta? Po, por edhe produktive. Kjo është një sfidë e madhe për çdo që drejton një ekip. Sot do të zbulojmë se si ta kanalizojmë gjitha të pasion drejt rezultateve të shkëlqyera, pa i lënë marrëdhëniet të shkatrohen gjatë rrugës. Për të kuptuar se si duket ky, le ta quajmë zemrim krijues, në praktik, le të bëjmë një udhëtim pas në kohë. Shkojmë në vitet 50, në dhomën legjendare, por jashtëzakonisht kaotike të skenaristëve të emisionit të Sid Caesarit Your Show of Shows. Kjo thënie nga producenti i shfaqjes, Max Liebman, e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Pra, çfarë do thotë kjo? E po, thjesht që puna e madhe, puna vërtet kreative, rrallëherë ndodh në një mjedis të qetë dhe super të përmbajtur. Ndonjëherë duhet pak zjarr. Dhe kur themi zjarr, e kemi fjalën për zjarr të vërtet. Imagjinoni pak skenën. Argumentet ishin aq intensive sa që copat e suvasa binin rregullisht nga muret e dhomës. Dhe kaosi nuk ndalej aty. Përplasjet e ideve ishin aq të forta sa edhe mobiljet e pësonin. Perdet, për shembull, shpesh përfundonin të shyera. Dhe tani, pjesa më e çuditshme. Për të çliruar tensionin, skenaristët e tjerë e varnin në shëmbëltyr kolegun e tyre, legjendarin Mel Brooks. Po. Kjo tregon se sa ekstreme, por edhe sa të çuditshme ishin marrëdhëniet mes tyre. Dhe këtu lind pyetja e madhe apo jo, si ka mundësi që një mjedis i tillë që në çdo kompani tjetër do të çonte në shpërbërje totale, prodhoi disa nga komeditë më të mëdha të gjitha kohërave. Cili ishte sekreti? Mirë, për t'ju përgjigjur kësaj, duhet të kalojmë nga historia te konceptet. Përgjigjja qëndron në kuptimin se jo të gjitha konfliktet janë krijuar një lloj. Në fakt, ka dy lloje krejtësisht ndryshme. Kjo tabele shpjegon qartë. Nga njëra anë, kemi konfliktin kognitiv. Ky është konflikti i mirë. Është debati i orientuar te detyra, përplasja e ideve, ku të gjithë punojnë për një qëllim të përbashkët. Në anën tjetër, kemi armikun, konfliktin afektiv, ose konfliktin e keq. Ky ka të bëjë me fërtime personale, me përplasje emocionale, që fokusohen te njerëzit, jo te idet. Pra, si ta kuptojmë nëse debati në ekipin ton po shkon në drejtimin e gabuar? Këto pyetje janë si drita e kuqe e alarmit. Për shembull, a kanë ndaluar njerëzit të bëjnë pyetje? A përsëritet i njëjti argument pa pushim vetëm me zë më të lartë? A janë tërhequr dhe heshtur anëtarët që zakonisht flasin më pak? Nëse përgjigjja është po, atëherë ka shumë gjasa që konflikti afektiv po merr situatën nën kontroll. Ja pra ku është çelësi i gjithçkaje. Objektivi i një lideri nuk është të eliminojë konfliktin, as pak. Qëllimi është ta menaxhojë atë, të nxjisë debatin e shëndetshëm për idet, pra konfliktin kognitiv, dhe të shuaj fërkimet personale përpara se të marrin flak. Dhe për fat të mirë, ekziston një plan i qartë për ta bërë këtë. Një plan veprimi me 3 faza të thjeshta që çdo lider mund t'i ndjek, çfarë të bëjë përpara, gjatë dhe pas një vendimi të vështirë. Le t'i marrim me radhë. Fillojmë me fazën e parë, përgatitja. Puna që bëhet përpara se të fillojë debati është shpesh ajo që përcakton nëse do të jetë një sukses apo një dështim. Këtu janë 4 strategji kyçe. Së pari, vendosni rregulla të qarta, si për shembull, mund të mos pajtohemi, por nuk do të jemi të pasjellshëm. Së dyti, sqaroni rolet. Një teknikë geniale është t'i kërkoni dikujt të argumentojë pikpamjen e kundërt. Së treti, përqendrohuni te pseja pas një qëndrimi, jo vetëm te çfarja. Dhe së fundi, asgjë nga këto nuk funksionon pa ndërtuar një kulturë respekti për mënyrat e ndryshme se si njerëzit mendojnë. Mirë, jemi përgatitur, por çfarë ndodh gjatë debatit, kur gjërat ngecin, kur arrim në një tik qore? Kjo është faza më kritike. Për të ilustruar se sa të larta janë pasojat e një debati të dështuar, le të shohim rastin tragjik të katastrofës së anijes kozmike Challenger. Telekonferenca që u mbajt natën para lëshimit fatal është një shembull i tmerrshëm i asaj që ndodh kur një debat shkon keq. Gjatë asaj bisede, inxhinieri Roger Boisjoli këmbënguli që lëshimi nuk duhej bërë për shkak të ftohtit, por problemi ishte te të dhënat që ai paraqiti. Ai tregoi vetëm fluturimet që kishin pasur probleme me unazat O-ring. Duke parë këtë tabel, nuk dukej se kishte ndonjë lidhje të qartë me temperaturën dhe menaxherët nuk u bindën. Por, ja ku qëndronte tragjedia, po sikur grupi të kishte kërkuar të shihte të gjithë figurën. Shikojeni tani tabelën me të dhënat e plota. Pamja ndryshon totalisht në mënyrë rrëqitëse. Çdo incident i vetëm kishte ndodhur në temperatura relativisht të ulta, ndërsa në temperatura më të ngrohta, 0 incidente. Lidhja ishte aty, e qartë si drita e diellit dhe fatale. Kjo pyetje thjesht, siç sugjeron studiuesa Amy Edmondson, mund ta kishte ndryshuar gjithë rrjedhën e asaj bisede tragjike. Çfarë lloj të dhënash do t'ju duheshin për të ndryshuar mendje?
Kjo pyetje e kthe një betejë unë kundër teje në një kërkim të përbashkët për të vërtetën. Dhe disa mjete të tjera praktike. 5 pyetje që e ndryshojnë totalisht dinamikën. Këto nuk janë pyetje akuzuese, janë pyetje kurioze. Për shembull, në vend që të thuash e ke gabim, pyet: pse mendon kështu? Më ndihmo të kuptoj. Ato e zhvendosin fokusin nga pozicionet e ngurta drejt kuptimit të vërtet të njëri tjetrit. Okej, debati u bë, vendimi u mor, puna mbaroi apo jo? As pak. Tani vjen faza e tretë, një fazë që shpesh harrohet, por është jetike. Çfarë ndodh pasi është marrë vendimi? Puna e një lideri nuk mbaron me vendimin. Është absolutisht thelbësore të riparohen marrëdhëniet. Një lider i mirë vepron shpejt për të zbutur çdo tension që ka mbetur. Gjithashtu, kur një debat i vështirë menaxhohet mirë, festojeni. Tregojeni si një shembull suksesi. Kjo përforcon sjelljen e duhur për herën tjetër. Pra në fund ditës, roli përfundimtar i një lideri nuk është të zgjidhë çdo debat. Roli i tij është të krijojë mjedisin e duhur, një kornizë të sigurt ku konflikti i shëndetshëm mund të lulëzojë. Dhe kjo na kthen aty ku e nisëm, te dhoma kaotike e skenaristëve. Sekreti i tyre u zbulua në mënyrë perfekte nga Larry Gelbart kur foli për Sid Caesarin. Ai tha: ai kishte kontroll të plot, por ne kishim liri të plot. Sid Caesar vendosi kornizën, objektivat, rregullat, por brenda asaj kornize, ekipi kishte liri absolute për të debatuar, luftuar dhe krijuar. Dhe pikërisht ky ekuilibër mes kontrollit dhe lirisë është ai që e shndërron kaosin në gjeni.